Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument jam lidhur drejt për drejt edhe një herë me mikun tonë aktivistin e çështjes kombëtare Agim Aliçkaj, i cili ndodhej në Kosovë para disa ditësh dhe një javë më parë në Maqedoni me rastin e vlerësimit nga Universiteti i Tetovës të zotit Gjo Dioguardi dhe Shirley Kloes Dioguardi me titullin honoris causa të këtij universiteti, për cilën atë kanë bërë shumë për ngritjen edhe hapjen e promovimin e këtij universiteti. Zoti Agim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Ta fillojmë së pari me këtë veprimtari të ligës edhe të nderimit të Gjo Dioguardit edhe Shirleyt me titullin honoris causa në Tetovë, e pastaj kalojmë tek ajo që na shqetëson të gjithëve, situata në Kosovë, ku konstituimi i Parlamentit Kosovës, Kuvendit Kosovës është çuar në kalendat greke, s'merret vesh se kur do të krijohet një qeveri, gjë që është e pa dëshirueshme edhe duket dhe irracionale, madje qesharake. Të fillojmë me të parën. Pse ishit në Maqedoni? Në Tetovë dhe në Shkup. Po. Ne u vendosëm në Shkup, mirë po aktivitetet kryesore ishin në Tetovë. Ftesa na ka ardhur nga Universiteti i Tetovës dhe i kishte të bëjë me shpërblimin në dhënien e titullit honoris Doctor honoris causa për Gjo Dioguardin edhe Shirley Kloes Dioguardin, të cilët kanë marrë pjesë në hapjen e këtij universiteti. Prej ditës parë kur është hapur universiteti, këta kanë pas byllëtime në Tetovë. Në momentet më të vështira kur shteti Maqedon përdorte represionin për ta shuar këtë kërkesë dhe dëshirë të popullit shqiptar të Tetovës që ta ketë universitetin që t'i shkollojë fëmijët e tij. Këta kanë bërë 2 vizita në Tetovë dhe pastaj ne kemi sjell 2 herë delegacione nga Universiteti i Tetovës në krye me Fadil Sulejmanin, që ka qenë rektori i parë i këtij universiteti. I kemi sjell në kongres, kanë marrë pjesë në dëgjim, pastaj i kemi dhënë një publicitet të jashtëzakonshëm, edhe meritat kryesore për këtë i kanë Gjo dhe Shirley Dioguardi, kështu që këta në mënyrë Universitetin e Tetovës gjithmonë e kanë konsideruar si fëmijë të vetin. Prandaj ardha e ftesës nga rektori i universitetit që të marrin këtë titull ka qenë një lajm shumë i mirë, edhe unë me të thënë drejtën në këtë pjesëmarrje bashkë me ta, e kom përjetuar me ta, ishte një kënaqësi shumë e madhe të shohim ata as të lumtur për këtë ngjarje, për këtë organizim, për këtë respekt ndaj tyre, të cilën e kanë merituar që 30 vite, po kur nuk është vonë. Ke të drejtë, kur nuk është vonë për të vlerësuar ata që bëjnë për kombin, ata që bëjnë për çështjen kombëtare, edhe në një fushë të tillë si fusha e arsimit të lartë në gjuhën shqipe në popullsinë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Dhe më vjen mirë. Ishte një kënaqësi e veçantë sepse ne në këto aktivitete kishim 2 ditë të organizuar me 2 ditë plota. Dhe ditën e parë ishte dhënia e titullit Doctor honoris causa, ndërsa në ditën e dytë ishte diplomimi stadiumi afërnimi i studentëve. Që është një numër shumë i madh, edhe i mbushur ajo borë me ata studentë të ri edhe na u grumbulluam me ta, ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e veçantë për neve. Kjo është edhe aty kishte studentë edhe nga troje tjera, nuk ishte që ishin vetëm nga Tetova ose vetëm nga territoret e Maqedonisë, kishte edhe nga Kosova, nga Shqipëria, nga territoret. Po student në Universitetin e Tetovës nga trojet shqiptare, interesant kjo punë. Është shumë interesant, edhe organizimi ishte i nivelit më të lartë, ta them drejtën, që jemi befasuar për smirit, sepse kanjëherë neve na mungojnë organizimet, po ka shkuar çdo gjë në mënyrë perfekte, prej pritjes, prej momentit parë që kemi arrit aty, edhe derisa na kanë përcjell për Shkup në mbrëmje, ka qenë me të vërtetë një përjetim i këndshëm, ta them drejtën. Edhe i falenderoj prej rektorit edhe gjithë tjerë dekanët edhe ata dekanit edhe të gjithë stafin e universitetit për një pritje madhështore. Edhe po më kujton diplomimin e vajzës time, mbaroi këtë vit,
edhe në momentin e parë ata vlerësuan një person me honoris causa, pastaj u bë deklarata edhe marrja e diplomave nga studentët, edhe pas ka ndjekur një praktikë. Kjo ishte në 2 ditë, ishte ditën e parë titulli, ditën e dytë ishte kjo diplomimi, po ta them drejtën, ka shku aq bukur, sa që pash edhe në sytë e gjosës Shirleyt gëzimin e tyre, mallëngjimin e tyre për këtë ngjarje që i ka preken në zemër, me thonë drejtën. Ishte shumë lumtur më shumë edhe për ta, se sa për vete. E qartë. Edhe fakti që duhet që gjua shqipe, letërsia, arti kombëtar të kultivohet edhe në trojet shqiptare në Maqedoni, pasi unë kam pasur të intervistuar të tjerë, ka probleme me vendimet e qeverisë së fundit pro-nacionaliste maqedonase për të eliminuar apo reduktuar përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut, dhe fakti që krijohet një stres intelektuale shqiptare në Universitetin e Tetovës është diçka mjaft pozitive, dhe kjo natyrisht vlerëson edhe punën e Gjo Dioguardit edhe Shirleyt, jo vetëm në aspektet e tjera të lobimit për çështjen shqiptare, por dhe një lobim në Maqedoni për të drejtat e shqiptarëve, për arsim të lartë për gjuhë. Natyrisht ju thatë se ata ishin mjaft entuziasmuar edhe mjaft të prekur nga kjo ngjarje. Shumë të prekur, po përbes. Edhe ishte një ngjarje as vetvete, do të ishte as madhështore, po isha ata 3 cilët janë gatshëm të futen në jetën e një shteti, në jetën publike të një popullit, një kombi, që t'japin kontributin e tyre, e shishe entuziazmin e tyre. Kështu që unë jam shumë optimist për këta 3. Unë besoj edhe me gjitha problemet që ekzistojnë në Maqedoni, edhe ka pra padrejtësi ende, por dëgjoj, kur ti veç krijon kvalitet, kur ti e krijon një forcë e cila depërton në sistem, është e pamundur të mos ndodhin ndryshime. Është e pamundur të mohohet drejta këtyre 3-ve ta gjejnë veten dhe ta japin kontributin për shtetin e Maqedonisë. Sepse shqiptarët pavarësisht regjistrimeve të popullsisë në Maqedoni të Veriut janë më shumë se 25%, janë gati 30-35%, mos më shumë po të futen edhe ata diasporës. Unë mendoj se shkojnë edhe deri te 40, por kuptohemi, populli maqedon është një popull i krijuar në mënyrë artificiale nga Titoja, nga Jugoslavia, edhe ata në kuadër të atij populli ka një pjesë të tyne janë shqiptarë ortodoks me prejardhje. Vetë dinë se disa për tyne veç kanë filluar dalin ta pranojnë. Do të thonë, një pjesë janë shqiptarë ortodoks, një pjesë janë bullgarë. Kështu që ky kom Maqedonas, edhe pse ja kanë arrit ta krijojnë atë kom, do ta krijojnë atë shtet. Mirë po, vetë emri Maqedoni lidhet me Ilirët, me neve. Do të thonë, neve duhet na jap ajo punë një forcë që ne atë emën ta kultivojmë. Do të thonë, ne mund ta konsiderojmë shtetin e Maqedonisë si një shtet tonin, me kusht që t'jemi ma të organizum. Këtu në problemi i jynë atje nuk janë këta 3, këta janë një ardhmëri, por problemi jonë është se këta po e gjenë vetën, po i jepet mundësia të futen në sistem. Por klasa politike edhe atje nuk është në nivelin e duhur, ka përqamje të mëdha, zoti Rafael. Midis BDI-s edhe forcave tjera, koalicionit vlen. Me plot përgjithësi mund ta them se këto e dinë gjithë se shteti i Maqedonisë së Veriut nuk mund të ekziston pa pjesëmarrjen aktive të popullit shqiptar. Të ndalemi tani te problemi që na shqetëson natyrisht, edhe kjo na shqetëson të gjithëve, po gjitha na shqetësojnë, po, ka pasur.